Qyteti zgjohej çdo mëngjes me të njëjtën zhurmë të butë. Këmbanat e kishës së vjetër, motorët e parë të dyqaneve që hapeshin, zërat e grave që lanin shkallët me ujë e sapun. Një qytet i vogël, por krenar. Një qytet që i njihte të gjithë ose të paktën kështu mendonte. Në balkonin më të bukur të sheshit kryesor, ajo qëndronte gjithmonë e drejtë, elegante e përmbajtur. Zonja e parë e qytetit, quhej Ermira Kodra. Gratë shikonin me admirim dhe pak xhelozi. Burrat ulnin syt nga respekti. Të rinjtë e përmendnin si shembull. Shiheni si është bërë nga hiçi në maj. Askush nuk e dinte se sa e vërtet ishte fjala hiç. Ermira kishte ardhur në qytet 7 vjet më parë, si një grua e heshtur, me një valixhe të vogël dhe një palsy që kishin parë më shumë errësirë se sa duhej. Askush nuk e pyeti nga vinte. Në këtë qytet, njerëzit pyesnin vetëm aq sa u duhej për të mos u ndjerë të paditur. Ajo u punësua fillimisht si pastruese në një zyrë avokatie. Fliste pak, punonte shumë dhe largohej gjithmonë para se të mbyllej dera. Brenda 2 vitesh, askush nuk e quante më ajo pastruesja. Tani ishte zonja Ermira. Pastaj u martua. Altin Kodra, një burr me reputacion të pastër, biznesmen lokal, i qetë, ambicioz dhe i dashur nga qyteti. Martesa e tyre u përshkrua si një histori klasike dashurie. Burri i ndershëm dhe gruaja misterioze, e bukur por modeste. Askush nuk e dinte se Ermira nuk flinte natën. Sepse netët i sillnin erë alkooli, dhoma padritare, duar të huaja dhe emra që nuk i mbante mend. E shkuara rëkdes. Para se të ishte Ermira Kodra, ajo kishte qenë lira. Pa mbiemër. Në moshën 19 vjeçare, kishte ikur nga një fshat ku emri i saj përmendej vetëm kur duhej fajsuar dikush. Babai i saj pinte, nëna heshte dhe vëllai e shikonte si barr. Kur një burr 40 vjeçare preku një mbrëmje pas dasmës së kushëririt, askush nuk e mbrojti. Kur iku nuk u kthye më. Qyteti i madh nuk e priti me krah hapur. Fillimisht pastruese, pastaj kamariere nate, pastaj oferta që nuk vinin si pyetje. Në fillim çau. Pastaj mësoj të mos qante. Prostitucioni nuk erdhi si zgjedhje. Erdhi si zgjidhje e vetme. Ajo mësoj shpejt rregullat. Mos u lidh. Mos beso. Mos ndëro. Dhe mbi të gjitha, mos u dukur si kur ke qenë ndryshe. Lira u bë zonja në rolin e saj. Burrat vinin e iknin. Ajo i harronte. Ata nuk e harronin gjithmonë. Njëri prej tyre, sidomos, ngritja. Martesa me Altin nuk ishte llogaritje. Ishte shpëtim. Ai e dashuroi për qetësinë e saj, për mënyrën si nuk kërkonte asgjë, për faktin se ajo nuk e sfidonte kurrë. Ermira ishte gruaja perfekte për një burr që donte pushtet. Kur Altini u zgjodh kryetar bashkie, qyteti festoi. Kur Ermira u shfaq në podium, me fustan të thjeshtë dhe buzëqeshje të përmbajtur, njerëzit duartrokitën edhe më fort. Çfarë gruaje e denjë? Nuk duket si këto të sotmet. E rrallë. Ajo falenderonte, ulte kokën dhe buzëqeshte. Askush nuk e dinte se duart i dridheshin. Një mbrëmje pas një eventi zyrtar, Ermira hyri në dhomën e gjumit dhe ul në shtrat. Telefoni i saj vibroi. Numër i panjohur. Mesazhi ishte i shkurtër. Sa kohë ka që s'jemi parë, Lira? Gjaku ju ngrir. Ajo e dinte menjëherë. Jo kushdo. Ai. Mesazhi i dytë erdhi menjëherë. Qyteti i vogël, kujtime të mëdha. Do flasim. Ermira e uli telefonin ngadalë. Pasqyra përballë tregonte një grua të rregullt, të bukur, zonjë. Por syt ishin ende të asaj vajze që numëronte hapa drejt dhomës së errët. E shkuara kishte ardhur ta kërkonte. Dhe këtë herë nuk kërkonte para. Kërkonte gjithçka. Ermira nuk fjeti atë natë. Ora mbi komodin shënonte 02:17 kur ajo u ngrit nga shtrati dhe shkoi drejt dritares. Qyteti ishte i qetë, pothuajse i pafajshëm në errësirë. Dritat e pakta të rrugës ndriçonin trotuaret ku ajo tani kalonte si zonjë. Por dikur kishte kaluar me kokën ulur. Telefonin e kishte lënë mbi tavolinë me ekranin nga poshtë, sikur nuk dëshironte të shihte se kush e kishte shqetësuar. Mesazhi ishte thjesht një ftesë për t'u takuar, por Ermira e dinte që nuk ishte një takim i zakonshëm. Jo, nuk ishte një mik i vjetër, jo një kujtim i harruar. Ky ishte Altini së kaluarës së saj. Personi që e njihte më mirë se sa ajo dëshironte të kujtonte. Në ekran një mesazh tjetër shkëlqeu. Sot në orën 10:00, një vend i qetë, një bisedë e vogël.
Ermira i ndjeu duar të dridheshin. Nuk ishte frikë për qytetin, për figurën publike, për burrin që e donte. Jo, ishte frikë nga ajo që mund të dilte nga e shkuara e saj, nga lira. Një plan filloi të formohej në mendjen e saj. Nuk mund të lejonte që e vërteta të dilte në dritë, të pakontrolluar. Kushdo që e shantazhon, duhet të shantazhohet mbrapsht. Por si? Ajo hapi laptopin, filloi të kontrollonte rrjetet, mesazhet, kontaktet të panjohura. Çdo hap, çdo klikim i tregonte një pjesë të kujtimeve të dhimbshme. Por një gjë ishte e sigurt. Ky person nuk e njihte Ermira Kodran, zonjën e parë. Ai njihte vetëm lirën. Shantazhuesi i së kaluarës. Dita e takimit erdhi me një diell të qetë. Por për Ermira në çdo rreze ishte një kërcënim. Ora shënonte 09:45 kur ajo hyri në kafenen e vogël Buz Lumit, vendin e caktuar nga mesazhi. Tabela jashtë ishte e thjeshtë, vetëm një stol dhe disa pemë që hidheshin hijen mbi rrugicën e kalimtareve. Një vend që duke i pafajshëm, por ku çdo sekret mund të shpërthej. Altini së kaluarës së saj ishte aty, ulur në një tavolinë pranë dritares, kafe në dorë dhe sy që nuk e harronin asgjë. Ermira e njihte këtë shikim. Ishte ai shikimi që e kishte bërë të ndjente frikë dhe tundim njëkohësisht. Ky nuk ishte Altin Kodra, burri i saj. Ky ishte Altini së kaluarës, personi që e kishte parë të pambrojtur, të brisht, të lirën që ajo kishte lënë pas. Ai ngriti krahun si për të thënë e di që e di. Ermira ju afrua me hap të sigurt, ulur dhe porositur një kafe. Tensioni ishte i padukshëm për të tjerët, por për ta dyshja ishte si një shpërthim në ajër. Ermira, tha ai me një buzëqeshje të ftohtë. Sa vite, shumë kujtime. Altin, u përgjigja ajo, pa lëvizur asnjë muskull në fytyrë. Gjithçka është kujtim. Nuk ka vend për shantazhe. Altini e shikoi gjatë. Ai e dinte që ajo nuk mund të trembej lehtë, por gjithmonë kishte një dobësi. Një dobësi të fshehur që vetëm ai e njihte. Unë nuk kërkoj shumë, tha ai dhe nxorri nga xhepi një letër të vogël. Vetëm disa fakte. Disa kujtime që mund të ndryshojnë gjithçka për ty. Dhe qytetin që ke ndërtuar. Ermira e kuptoi menjëherë. Ky nuk ishte kërcënim i thjeshtë. Nuk ishte për para. Nuk ishte për hakmarrje. Ishte për pushtet dhe kontroll. Ai donte të tregonte se Ermira Kodra nuk ishte gjithmonë zonja e parë. Dikur kishte qenë lira dhe çdo histori e fshehur mund të rrëzonte fasadën e saj perfekte. Ajo mori frym thellë. Shumë strategji i kaluan mendjen. Ta injoronte dhe të shpresonte që të largohej. Ta konfrontonte me të kaluarën, të rrezikonte gjithçka. Të përdorte qytetin, njerëzit e afërt, për të mbrojtur atë që kishte ndërtuar. Por një gjë ishte e qartë. Nuk mund të ishte më viktim. Unë nuk do të lejoj që ti të vendosësh rregullat, tha Ermira me zë të ftohtë. Kjo është jeta ime tani, dhe unë nuk dorëzohem. Altini buzëqeshi, por jo për të kënaqur. Ai e dinte që kjo ishte betejë e parë e madhe, dhe Ermira gjithashtu e dinte. Një luftë e heshtur filloi atje, në një kafene të vogël, ku qyteti nuk e dinte asgjë, dhe ku të shkuarën e fshehur e lidhnin vetëm ata dy. Loj me hijet e së shkuarës. Disa ditë pas takimit në kafene, Ermira ndjeu se diçka po ndryshonte në qytet. Nuk ishte lajme të hapura, nuk ishte thashetheme të mëdha. Ishte një presion i holl, i padukshëm, që e bënte çdo hap të saj të duket i rrezikuar. Altini së kaluarës nuk po i kërkonte vetëm t'i dorëzohej, po luante me hijet e saj, duke përdorur njerëz që nuk e dinin kush ishte lira dhe duke i mbushur qytetin me dyshime të vogla, por vdekjeprurse. Një mbrëmje, një letër pa emër u gjet në kutinë e postës së shtëpisë së saj. Një kujtim i harruar mund të zgjojë shumë gjëra. Kujdes me buzëqeshjet e tua. Ermira e kuptoi menjëherë. Ky nuk ishte kërcënim i thjeshtë. Ishte lojë psikologjike dhe Altini e njihte më mirë se sa ajo do të pranonte. Në takimet e përditshme të bashkisë, disa qytetarë nisën të shikonin me dyshim vendimet e saj. Nuk dinin pse, por një ndjesje e hollë e shqetësimit përfshinte diskutimet dhe votimet. Ermira e kuptoi se Altini po manipulonte qytetin pa u shfaqur drejt për drejt. Ajo vendosi të mos vepronte me frikë. Zgjedhja ishte e qartë. Ose dorëzohej ose kontrollonte lojën vet. Ermira filloi të përdorte strategji të hollë. Fliste me njerëzit kryesor në qytet, duke mbajtur informacione për çdo kërcënim të mundshëm. Bënte takime publike që tregonin qartësisht aftësinë e saj dhe besueshmërinë, duke fuqizuar figurën e zonjës së parë.
Filloi të mbledh të dhëna mbi Altinin, duke analizuar çdo kontakt të tij të mundshëm, çdo aktivitet të fshehtë. Një mbrëmje, ndërsa ishte vetëm në zyrën e bashkisë, telefoni i saj u ndez përsëri me një mesazh të shkurtër. Çfarë mendon, Ermira? Mendon se mund të kontrollosh gjithçka? Kujtohu, Lira nuk ka harruar. Ermira lexoi mesazhin e qetë, por me zemër që rrihte fort. Nuk kishte asnjë gjë që mund ta tregonte dobësinë e saj. Ai po kërkonte frikën, por ajo nuk po jepte asgjë. Në atë moment një ide i kaloi në mendje. Nëse ai donte lojën, atëherë ajo do ta kthej lojën në favor të saj. Altini po e nxis, por nuk e dinte se Ermira nuk ishte më Lira. Ermira ishte tani zonja e parë. Dhe çdo hap i tij mund të shndërrohej në një hap drejt rënimit të tij. Në qytet njerëzit filluan të ndjejnë tensionin, por nuk e dinin se çfarë po ndodhte. Dhe kjo ishte ajo që Ermira dëshironte. Kontroll të plot mbi perceptimin e tyre, pa i treguar se sa afër kishte qenë humbja. Përplasja e parë. Ishte një mbledhje e madhe në sallën kryesore të bashkisë. Qytetar, këshilltar dhe media lokale ishin mbledhur për të diskutuar projektet e reja urbanistike. Por atmosfera nuk ishte vetëm zyrtare. Një tension i padukshëm po përhapej, një ndjesi që vetëm ata që e njihnin të fshehtën mund ta perceptonin. Altini së kaluarës ishte aty, jo si qytetar i zakonshëm, jo si mik i harruar. Ai po ndiqte çdo fjalë të Ermiras, në shikim të parë, ai duke i qetë, i veshur si çdo person tjetër në sallë. Por Ermira e dinte. Çdo gest i tij ishte një kërcënim, çdo buzëqeshje e tij një provokim. Kur Ermira filloi të prezantoj projektet, ajo foli me siguri, me zë të fortë dhe bindës. Por mesazhet që kishin arritur në qytet për të shantazhuar ose për të krijuar dyshime kishin filluar të japin efekt. Disa këshilltarë shikonin me pasiguri, disa të rinj shikonin me admirim të dyfisht. Një pjesë e tyre nuk e dinin të vërtetën, një pjesë e dinin, por nuk guxonin të flisnin. Altini buzëqeshi fshehu razi dhe i dërgoi një mesazh të shkurtër. Shiko sa të thjesht është të trembësh një qytet. Ti nuk mund të kontrollosh gjithçka, Ermira. Por Ermira nuk reagoi. Ajo kishte mësuar një gjë të rëndësishme. Frika është armiku më i madh i njeriut, dhe ai po luante me frikën e saj, jo me realitetin. Në fund të mbledhjes, kur të gjithë u larguan, ajo e takoi Altinin në korridor. Ai e priti, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Më pëlqen mënyra si flisni për qytetin, tha ai me zë të butë, por të mbushur me kërcënim. Por kujtohu, gjithmonë ka një Lira që pret në hije. Ermira e shikoi drejt në sy dhe i tha: Ti nuk njeh më Lirën, ti njeh vetëm Lirën që të lejon të manipuloj. Ermira nuk i jep askujt këtë mundësi. Kjo ishte përplasja e parë publike. Nuk ishte një betejë fizike, por një duel i mendjes dhe i kontrollit. Ermira kuptoi se lojërat e tij nuk kishin të bënin vetëm me të, por me gjithë qytetin dhe reputacionin e saj. Pas mbledhjes, ajo filloi të ndërtojë një strategji të re. Mbledhje me këshilltarët e besuar për të forcuar besimin e tyre në projektet e saj. Hulumtim mbi kontaktet e Altinit për të zbuluar dobësitë e tij. Një plan për të kthyer lojën në favor të saj, duke përdorur fuqinë publike dhe informacionin e saktë. Altini ishte një lojtar i shkathët, por Ermira kishte diçka më të fortë. Njohjen e saj të dy botëve, të së shkuarës dhe të tashmes. Rrethi i shantazhit. Qyteti kishte filluar të fliste pa e kuptuar shkakun e vërtet. Thashë themet ishin të imta, por çdo fjalë e caktuar për të rrezikonte reputacionin e zonjës së parë. Ermira ndihej si në mes të një rjeti të padukshëm, ku çdo hap mund të shkaktonte një rrëzim të vogël apo një skandal të madh. Altini e ndiqte me kujdes çdo lëvizje të saj. Nuk ishte më një kërcënim në letër. Tani përdorte kontakte, të dhëna të vjedhura dhe informacion të fshehtë për ta vendosur në siklet. Një letër anonime u hodh në postën e bashkisë me përmbajtjen: Askush nuk do të besojë zonjën e parë kur e vërteta të dalë në dritë. Kujtohu, Lira nuk ka harruar. Por Ermira ishte përgatitur. Ajo dinte që fuqia e vërtet nuk qëndronte frika, por te informacioni dhe kontrolli. Filloi të përdorte taktikat e saj psikologjike. Vëzhgim dhe mbledhje informacioni. Ermira kontrollonte çdo lëvizje të Altinit në qytet, çdo kontakt të tij, çdo këshilltar që mund të jetë përdorur si instrument shantazhi. Manipulimi i perceptimit publik. Ajo shfaqej gjithmonë e sigurt në publik, duke ju dhënë qytetarëve vetëm atë informacion që dëshironin të dinin. Lojërat psikologjike. Me mesazhe të dyzuara dhe takime të planifikuara,
Ajo filloi të tregonte Altinit se lojërat e tij nuk kishin ndikim mbi të, duke e bërë atë të dyshojë në aftësinë e tij. Një mbrëmje, pas një takimi zyrtar, Ermira ul në zyrën e saj dhe hapi një kuti të vogël me dokumente që kishte mbledhur. Kontrata të falsifikuara, mesazhe të fshira dhe informacione që mund të shkatërronin çdo akuzë të mundshme. Ajo buzëqeshi me qetësi. Lira mund të ketë qenë e pambrojtur, mendoi ajo, por Ermira nuk dorëzohet kurrë. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Altini po kuptonte që e kishte nënvlerësuar. Ai mund të kishte kontroll, por Ermira kishte strategji dhe durim. Armët më të fuqishme të çdo loje të errët. Ndërsa nata binte mbi qytet, Ermira përgatitej për betejën finale. Një gjë ishte e qartë. Lojërat e së kaluarës nuk do ta merrnin më në dorë. Tani, ajo ishte ajo që vendoste rregullat. Triumfi i Ermiras. Dita e madhe kishte ardhur. Altini, i sigurt në forcën e shantazhit të tij, kishte organizuar një takim të fundit publik me qytetarët e rëndësishëm. Ai mendonte se do ta destabilizonte Ermiran, se do të tregonte lirën që fshihej brenda zonjës së parë. Por Ermira kishte përgatitur çdo detaj. Ajo kishte mbledhur të gjithë dokumentacionin, dëshmitë dhe informacionin që tregonin se çdo gjë që Altini mund të përdorte kundër saj ishte e falsifikuar ose e manipulueshme. Në sallën e madhe, njerëzit prisnin me kuriozitet. Ermira hyri e qetë, e sigurt, me buzëqeshje të përmbajtur. Shikimi i saj përqendruar dhe i vendosur tregonte se asgjë nuk mund ta shantazhojë më. Altini u ngrit për të folur. Ai filloi të nxirrte detaje të fshehura, duke përdorur fjalë që synonin të godisnin reputacionin e saj. Por Ermira nuk u trem. Ajo hapi një dosje me dokumente dhe çdo informacion që ai përdorte u tregua si manipulim. Kjo është e vërteta, qytetar të dashur, tha ajo me zë të qetë, por të fuqishëm. Çdo gjë që dëgjuat për mua dhe të shkuarën time është e rreme. Kushdo që ka tentuar të përdor të shkuarën për të kontrolluar të tashmen, nuk ka asnjë shans të fitojë. Shumë sy u hapën gjerë, shumë buzëqeshje u shfaqën në mbështetje të saj. Altini ndjeu fuqinë e saj dhe u shkatërrua gradualisht nga dëshmia dhe kontrolli publik. Ai kuptoi që lojërat e tij për të trembur zonjën e parë ishin të kota. Ermira vazhdoi. Unë nuk jam Lira që dikur mund të manipulohej. Jam Ermira Kodra, gruaja që ka ndërtuar këtë qytet dhe ka fituar respektin tuaj. E ardhmja ime nuk kontrollohet nga të shkuara që nuk ekziston më. Një heshtje pasoi, pastaj duartrokitjet shpërthyen. Qytetarët ishin dëshmitar të triumfit të saj, dhe Altini u tërhoq, duke kuptuar se kontrolli ishte i saj. Kur takimi përfundoi, Ermira doli jashtë. Dielli po perëndonte, duke ndriçuar sheshin kryesor. Ajo ndjeu një lehtësim të thellë, por edhe fuqinë e madhe që vinte nga fakti se kishte përballuar të shkuarën dhe kishte dalë fituar. Në atë moment, Ermira e kuptoi diçka të rëndësishme. Të shkuarën nuk mund ta fshish, por mund ta përdorësh për të ndërtuar forcë. Ajo ktheu syt nga qyteti dhe buzëqeshi. Zonja e parë nuk ishte vetëm një titull. Ishte një simbol i triumfit mbi errësirën, frikën dhe shantazhin. E shkuara e saj si Lira do të mbetej një kujtim. Por Ermira Kodra ishte tashmë pamposhtur dhe respektuar. Dhe çdo kërcënim i arshëm do të ishte thjesht një hap për ta mposhtur përsëri. Kështu përfundon saga e Ermiras. Nga një e fshehur e shantazhuar në zonjën e parë të qytetit, e fortë, e zgjuar dhe e pamposhtur.